Në ditën e dytë të heshtjes zgjedhore, ekipi i civilit për monitorim shënon raste të shumta të shkeljes zgjedhore, ndërsa në 24 orët e fundit intensifikohen aktivitetet e palejuara të partive politike. Ministri teknik për punë të brendshme Naçe Qulev edhe gjatë heshtjes zgjedhore zhvillon fushat politike në rrjetin social Facebook. Gjatë ditës së djeshme, opinioni u njoftua edhe me disa raste të arrestimeve, gjithsesi biseda informative të disa personave publik për shkelje të heshtjes zgjedhore lidhur me postimin e famshëm të Shlyhet Everiut në flet votim. Për postime të njëjta ose të ngjashme nga partia kundërshtare nuk ishin lëndë të një përpunimi të tillë policor. Në periudhën parazgjedhore, ekziston një aktivitet në rritje i disa portaleve të internetit, përmbajtja e të cilave ka për qëllim ekskluzivisht përhapjen e lajmeve të rreme dhe dezinformatave, me qëllim për të krijuar një imazh të shtrembruar të strukturave të caktuara politike para opinionit. Funksionar të lartë dhe lider të partive politike, si dhe aktivistët e tyre zhvillojnë propagandë të pakontrolluar në internet, sikur është ditë normale në fushat dhe jo heshtje zgjedhore. Edhe në ditën e dytë të zgjedhjeve, pothuajse të gjitha partitë politike vazhdojnë të shkelin heshtjen zgjedhore me video të sponsorizuara me materiale propagandistike që akoma rrjedhin në Facebook. Ekipi monitorues i civilit regjistron gjithsej 39 përmbajtje të sponsorizuara në rrjetin social Facebook, të cilat nuk i përfshin 8 përmbajtje të djeshme që tashmë janë ndaluar nga një prej koalicioneve. Reklamat politike vrehen edhe me tutje në lojat e internetit. Përveç profileve zyrtare në Facebook të partive politike apo kandidatëve për deputet, ka disa faqe në Facebook që sponsorizojnë videot politike që janë pa klientë, por përmbajtja është kryesisht një propagandë e zezë për një parti të caktuar politike. Civili ka shpallur kumtesë në bazë të raportimeve nga vëzhguesit e procesit zgjedhor për periudhën nga dita e djeshme në ora 12 të mesditës deri sot në mesditë. Sipas kumtesës, vëzhguesit e civilit që nga fillimi i heshtjes zgjedhore në mesnatë më 13 korrik shënojnë raste të shumta të shkeljes së heshtjes zgjedhore, ndërsa në 24 orët e fundit intensifikohen aktivitetet e palejuara të partive politike. Civili do ta vëzhgojë ditën e votimeve me 314 vëzhgues, të gjithë janë të lëvizshëm, të gjithë do ta vëzhgojnë ditën e votimeve në 16 kategori, duke e përfshirë edhe respektimin e masave për mbrojtje nga koronavirusi, korrupsionin, gjuhën e urrejtjes, përhapjen e lajmeve të rreme dhe dezinformatat. Në ditën e zgjedhjeve, civili do të mbajë 6 konferenca për shtyp dhe një panel diskutimi. Konferenca e parë për shtyp do të mbahet në ora 8 në mëngjes, ndërsa në vijim do të mbahen në ora 10, 13, 16, 18 dhe në ora 22. Pas mbarimit të konferencës për shtyp në ora 22, pason panel diskutimi me pjesëmarrje të ekspertëve dhe bashkëpunëtorëve të vjetër të civilit. Qendra për shtyp e civilit më 15 korrik do të jetë në hotelin Porta, Aerodrom. Qendra për shtyp e civilit më 15 korrik do të jetë në hotelin Porta në lagjen Aerodrom. Organizata do të sigurojë transport falas deri në hotelin për të gjithë ekipet e gazetarëve. Kujtojmë, në periudhën e kaluar, civili përmes iniciativës Voto Glasaj u përgjigj në pyetjen se pse është me rëndësi të votohet. Për më tepër informata për ditën e zgjedhjeve, informohuni në voto.civil.org.mk.